Lidhja Social-Demokrate e Maqonisë alarmon se qeveria e ka rritur borxhin publik me 700 milion euro në 3 muajt e parë të vitit, duke cilësuar këtë si barë mbi qytetarët dhe gjeneratat e ardhshme. Sipas LSDM-s, kjo huamarrje po përdoret për tender kriminal dhe pasuri partijake, ndërsa vendi po shtyhet drejt një krize financiare. За 2 години откако Мицкоски е на власт, јавниот долг е зголемен за огромни 2,3 милиарди евра и сега изнесува 10 милиарди и 774 милиони евра, историски највисок. Да биде јасно, ова е чист, нов долг. Се што е вратено е веќе одземено од пресметките. Станува збор за нето задолжување, директно создадено од оваа неспособна и расипничка власт. Sipas LSDM-s, deficiti buxhetor për vetëm 3 muaj arrin në 408 milion euro, ndërsa realizimi të ardhurave në vetëm 20%, gjë që sipas tyre tregojnë shpërbërje të financave publike. Por nga partia në pushtet VMRO-DPMN u kundërpërgjigjen duke thënë se LSDM nuk ka kredibilitet të flasë për ekonominë, pasi pikërisht ata e sollën shtetin në prag të falimentimit, pas krimit me përmasa epike dhe asnjë investimi, ndërsa qytetarët i lanë me xhepat bosh. LSDM vazhdimisht ndjek politik dhe strategji PR me të cilën përhap gënjeshtra dhe manipulon. LSDM gënjeu se shteti do të falimentoj, por jo vetëm që shteti nuk falimentoj, por u rritën edhe pagat, se do të vinë migrant, se fondet i partpërbujqit janë të bllokuara, por Brukseli konfirmoi se nuk ka asnjë parregullsi me fondet dhe i demantoi. Social-demokratët paralajmërojnë se politikat ekonomike të qeverisë po çojnë drejt një humnere financiare dhe pasigurie, por partia në pushtet qetëson duke thënë se qeveria ndërmerr masa konkrete për përmirësimin e pagave, gjendjes dhe kushteve.